ndonjëherë kërkimi i këtyre përgjigjeve ka kostën e vet. Si në vërtet janë trajtuar filozofët në të kaluarën, edhe çfarë na thot shembulli i Shën Augustinit? Po si tham, nëse filozofët ashtu edhe si teologët janë mundu ta t'i gjojnë vlerat e universale, se si duhet vlerësohet jeta, se si duhet shenjtrohet jeta. Varësisht nga botkuptimet ka mund të ndryshojnë edhe këto vlera. Mirë po, në bazë ka disa vlera generale, mbi cilat ndërtohet dhe vlerësohet vetë jeta. Nëse bëhet zhvlerësimi këtyre vlera në mënyrë paraprake, atëherë edhe vetë jeta fillon të zhvlerësohet dhe me humbjen e këtyre vlera mund të zhduket. Shën Augustini ishte një nga filozofët i cili në rininë e tij ishte pro-ateist, e pranoi krishterizmin kohën kur Parandërinë Romake ishte bërë fejë zyrtare krishterizmi. Dhe ai gjeneroi një ide interesante rreth trajtimit të vërtetës. Sipas tij, e vërteta absolute është krishterizmi. Pra nuk kemi të vërtetë tjetër, përpas të vërtetës që është vërteta maksimale që është vetë Zoti. Pra vetëm vetë Zoti ishte në mesin tonë. Dhe ka njerëz që nuk e kanë informacionin e ekzistimit të kësaj feje. Po ne jemi të detyruar që ti informojmë këta njerëz. Dhe e mira më e madhe që mund t'i bëhet njeriu, apo e mira më e madhe që mund t'ia bëjë vëllau, është kur e nxjerr atë nga errësira, po edhe këtë në dritë. Dhe këtë e bën mbi bazën e argumentit. Mirë po nëse ai i cili ftohet, reziston dhe nuk dëshiron me pranu të vërtetën, atëherë mund të përduhet edhe forca. Mund të përduhet pak edhe forca, në mënyrë që të pranuhet për arsye se ajo me të cilët do të përballet ai. Pas vdekjes, sipas Shën Augustinit, është më e rëndë sa dhuna që mund të aplikohet në këtë rast për aftësimin e tij për pranimin e të vërtetës. Mirë po, nëse edhe pas aplikimit të saj njeriu refuzon, atë thotë është më mirë të mbytet, se sa të vazhdoj në errësirë. Dhe me këtë është legjitimu vrasja e qindra mira mësuesve, filozofëve, janë kollë librat, janë mbyll shkollat, për arsye se sipas tyre gjitha këtu nuk e përbëjnë të vërtetën absolute, nuk kanë përbëjnë asgjë me të vërtetën absolute, kështu që ekzistimi i tyre është ndan të kësaj vërtete. Për këtë arsye është më mirë të vriten edhe të mbyten këta njerëz, sesa të vazhdojnë edhe t'i bëjnë mëkat edhe më shumë Zotit. Po kjo është forma se çush është legjitimu vdekja, çush është legjitimu zhvlerësimi i vetjetës. Por këto duke bërë me një fatkeqësisht me një referencë fetare. Por duke thënë që më mirë është të vritet sa të mos e besoj edhe të vazhdoj të mos e besoj Zotin.